Misteri i shtëpisë së gurt Qeparo. Në rrugicat e ngushta të Qeparos së vjetër, që mbarte ende frymën e shekujve, gjendet një shtëpi madhështore prej guri, me dritare të vogla dhe mure të trasha. Sipas rrëfimeve popullore, aty jetonte një grua misterioze, e vetmuar dhe e urtë, e cila kishte lidhje të thella me natyrën dhe botën shpirtërore. Thuhet se ajo fliste me erën dhe yjet, dhe se shtëpia e saj lëshonte dritë netëve të paqarta. Ambienti përreth është i mbuluar nga bimësi e egër, aroma të trëndafilit e egër dhe gjethe të thara, që kërcasin nën këmbë, si një vend i ngrirë në kohë ku të fton të dëgjosh më shumë se sa sheh.